Ukraina kreu një sulm të madh me dron gjatë natës në Rusi, duke detyruar aeroportet në pjesën jugore të vendit që të ndërpresin fluturimet të mërkurën në mëngjes dhe duke detyruar po ashtu evakuimin e banorëve nga 10 apartamente në rajonin e Rostovit, thanë zyrtarët rus. Ministria ruse e mbrojtjes tha në një postim në aplikacionin e mesazheve Telegram se njësitë e saj të mbrojtjes ajrore shkatëruan 158 dron ukrainas gjatë natës, duke përfshirë 29 mbi rajonin jugor të Rostovit. Nuk ka raportime të menjëhershme për të lënduar, por banorët nga 48 apartamente në një ndërtesë në qytetin Rostov të Aksajt u evakuan për shkak të kërcënimit nga një shpërthim i mundshëm i një droni të rrëzuar, tha guvernatori i rajonit në Telegram. Ministria ruse e mbrojtjes tha se 69 nga dronët u shkatruan mbi rajonin Krasnodar në Kaukazin e Veriut dhe mbi 15 mbi Osetinë e Veriut. Ministria ruse sidoqoftë raporton vetëm numrin e dronëve të shkatruar dhe nuk tregon se sa dronë janë lëshuar drejt vendit. Mbikëqyrësi rus i aviacionit civil Rosaviatsia tha se disa aeroporte në jug të Rusisë u mbyllën herët të mërkurën për të garantuar sigurinë ajrore. Nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga Ukraina në lidhje me sulmet, por Kievi thotë se sulmet e tij mbi Rusi janë përgjigje të bombardimeve të vazhdueshme të Moskës ndaj Ukrainës.